Shoqërimi në komisariat i Fatjon Semanjakut reagon policia e Fierit, po kundërshtonte forcat e policisë bashkiake për heqjen e posterit. Policia e Fierit ka ardhur me një reagim zyrtar lidhur me ngjarjen e ndodhur pas ditën e kësaj të diele në qendrën e këtij qyteti, kur kandidati i të djathtëve Fatjon Semanjaku u shoqërua në komisariat. Përmes njoftimi zyrtar, blut bëjmë me dije se rreth orës 18:50, drejtori i policisë bashkiake njoftoi sallën operative se Partia Demokratike ka vendosur një poster në qendër të qytetit në kundërshtim me ligjin dhe se po kundërshtonin forcat e policisë bashkiake për heqjen e këtij posteri. Menjëherë pas marrjes së këtij njoftimi, efektivët mbërritën në vendin e ngjarjes me qëllim për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit dhe bën të mundur shoqërimin për në komisariat të Semanjakut. Pas njoftimit të marrë, në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit kanë shoqëruar personin që po kundërshtonte policinë bashkiake, kandidatin për deputet Partisë Demokratike, shtetasin FS, i cili është lënë i lirë menjëherë, thuhet në njoftimin e policisë. Njoftimi policisë. Reagimi i drejtorisë vendore të policisë Fier në lidhje me një lajm të publikuar për shoqërimin e komisariat të shtetasit FS, kandidat për deputet i subjektit politik Partia Demokratike, sqarojmë se rreth orës 18:50, drejtori i policisë bashkiake ka njoftuar tek salla operative DVP Fier se një subjekt politik ka vendosur poster në qendër të qytetit në kundërshtim me ligjin dhe po kundërshton forcat e policisë bashkiake për heqjen e këtij posteri. Pas njoftimit të marrë, në vend ngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit kanë shoqëruar personin që po kundërshtonte policinë bashkiake, kandidatin për deputet Partisë Demokratike, shtetasin FS, i cili është lënë i lirë menjëherë. Drejtoria vendore e policisë Fier siguron subjektet politike dhe qytetarët se shërbimet e policisë janë të angazhuara maksimalisht për të parandaluar goditur paligjshmërinë si dhe për të garantuar rendin dhe sigurinë.